Namazi i udhëtarit. Namazi i udhëtarit ka disa dispozita të veçanta. Bëhet fjalë për ndryshimin e numrit të rekateve dhe bashkimit të namazeve kur njeriu udhëton. Ky është një lehtësim për muslimanët, për të cilin profeti alayhis salam ka thënë: "Vërtet, kjo është një bamirësi për ju nga Allahu i lartësuar, ndaj pranojeni atë." Është kusht për çdo musliman që shkurtimin dhe bashkimin e namazeve t'i zbatoj vetëm atëherë kur udhëtimi është i largët. Shumica e dietarëve thonë se udhëtimi duhet të jetë në distancën e mbi 80 kilometrave. Kjo është largësia që Abdullah ibn Abasi e ka konsideruar të detyrueshme për shkurtimin dhe bashkimin e namazeve. Sahabët si Abdullah ibn Abasi, Abdullah ibn Umeri, Abdullah ibn Mesudi, Hudhaife e të tjerë, si dhe dietarët e njohur të fikut, prej tabiinëve edhe tabitainëve, kanë kushtëzuar që shkurtimi dhe bashkimi i namazeve në udhëtim praktikohet vetëm në udhëtimet e gjata. Po ashtu, duhet që ai të ketë pasur si qëllim udhëtimin, pra ta ketë vendosur me zemër të bëjë në jetë këtë gjë. Nëse plotësohen këto dy kushte themelore, atëherë lejohet udhëtarit që namazet 4 rekate t'i shkurtojë në 2 rekate, ndërsa namazi sabahut dhe namazi akshamit nuk shkurtohen. Përveç kësaj, udhëtari, bashkë me shkurtimin e namazeve, mund të bashkojë namazin e drekës me namazin e pasdites, ose namazin e akshamit me namazin e darkës në kohët e njëra tjetrës. Pra, mund të ta falë drekën në kohën e ikindis, të bashkuara dhe anasjelltas, si dhe namazin e akshamit në kohën e yatsis, të bashkuara dhe anasjelltas. Namazi i udhëtarit, qoftë me xhamat ose vetëm, kryhet duke thirrur një ezan në fillim dhe 2 ikamete, domethënë thirret ikameti para çdo namazi. Namazet farze nuk shoqërohen me sunete, para dhe pas tyre, por udhëtari është i lirë të falë namaz nafile, vullnetare sa të dojë. Ndërkohë, nëse udhëtari arrin në një vend dhe vendos të qëndrojë aty 4 ditë sipër, atëherë ai konsiderohet mukim, jo udhëtar, dhe përpasoj duhet ta falë namazin e plot dhe jo të bashkuar që nga momenti i arritjes. Për këtë arsye, profeti alayhis salam u andaloi muhaxhirëve të qëndrojnë në Mekë më shumë se 3 ditë pas kryerjes së haxhit, përndryshe do të quheshin vendas. Nëse qëndron më pak se 4 ditë ose nuk arrin dot të përcaktojë se sa do të qëndrojë, pasi mund të lëvizë nga një vend në tjetrin, atëherë fal namazin të shkurtuar, qoftë edhe për një kohë të gjatë, derisa të stabilizohet, duke përcaktuar qartë se sa do të qëndrojë. Kur njeriu është udhëtar sipas kushteve që përmendëm më sipër, atëherë shkurtimi i namazit mund të fillojë sapo del nga qyteti. Gjithashtu udhëtari gjatë kthimit i shkurton dhe i bashkon namazet derisa të futet në qytet apo në vendin ose provincën e tij. Në kohët e mëparshme, udhëtimi fillonte kur lihej pas shtëpia e fundit e qytetit, provincës apo fshatit, ndërsa sot njësi matse janë kufit administrativ të vendit ku jeton njeriu, të cilat tregojnë fillimin ose mbarimin e një qyteti, fshati e të tjerë. Pra shkurtimi i namazit kur je udhëtar nuk fillon brenda qytetit apo vendbanimit ku jeton njeriu. Për sa i përket mënyrave të udhëtimit, ato janë të ndryshme. Bie fjala me tren, autobus, avion, anije, kafshë të tjerë. Në rast se udhëtari ka të pamundur të ndalojë, pasi kjo nuk mund të jetë në dorën e tij, atëherë mund të falet në mjetin e udhëtimit. Nëse nuk falet dot në këmbë, atëherë mund të falet ulur. Po ashtu, nëse drejtimin e kibles nuk mund ta mbajë dot, atëherë le ta fillojë namazin me drejtim nga kibla, nëse mundet, dhe pas kësaj të falet të lirshëm në vendin ku është ulur, edhe nëse mjeti që po udhëton merr drejtime të tjera. Duhet të dimë se shkurtimi dhe bashkimi i namazeve, siç u përmend më sipër, është sunet dhe jo vajxhib. Kështu që udhëtari mund t'i falë namazet jo të shkurtuara dhe jo të bashkuara, siç vepron natyrshëm në vendin e tij. Megjithatë, më mirë është të zbatohet tradita profetike.